Mjeku qanë me zemër, jo me latë. Vdekja nuk është problemi. Ama ajo që na preknive shumë kur është një pacient i pashpresë. Në kirurgji jepet maksimumi i mundshëm, por nuk do me thonë gjithmonë që kirurgjia gjithmonë del e suksesshme. Thonë kështu, qytetarët e zakonshëm, biseda private me kolegë, jo mjek nuk ndjeni dhimbja, dhe njeni të adaptume dhe në ato në vdekje, nuk është qështu. Thuhet një thonë se mjeku qanë me zemër, jo me latë. Dhe çdo humbje pacientit, sidomos në situata tilla emergjente ku vërtet jo vetëm që bishnohesh, po familiarizohesh me pacientin, humbja tine të sjell dhimbje të mëdha. Unë personalisht për faktin, për shembull, pacientat sa do të rëndë që janë, që kom arrit me i shërua, a besom rrallën mbaj mend tani. Dhe kom kënaqësi kur ndonjëherë më lajmërohen çështu, por ata që kanë vdek, po thuj se ftyrat e tyne vështirë jarën. Ftyrat e tyne vështirë jarën. Vendimet e tij fatmirësisht kanë qenë të mbijetueshme, kurse ato të doktor shpëtimit fatkeqësisht kanë qenë të papërballueshme dhe edhe një fjalë ka lanë që kështu ishte me vetdije, e shifte që po shkon. Tha, misionin tim mos e ndalni. Misionin tim mos e ndalni. Nuk mund ta paramendoj babin po mamin në krah. Ata të dy kanë hirur hapat gjithmonë së bashku dhe më kanë mësuar që problemet janë të përkohshme dhe ardhmja ju takon atyre që punojnë shumë dhe me nderë. Më tim se të kanë herë se e kemi lënë 17 muaj. Kemi shku në Zagreb, që të dy, ne, rindët. Por është vërtet engjë, është shumë. Asnjë moment se kam pas problemin, më kanë ra krejt flokët, fillim kur kom qenë bash pa flokë krejt, kom marrë një perik, sa tjertë rreth me mos më një keq, se unë si jam një as pak keq, se kjo është pjesë e jetës, tash e kom e krejt, s'është me rëndësi, s'është kvaliteti që i ka qenë, por unë e kom kvalitet jetës, edhe unë mendoj, apo jetoj çdo ditë, unë e falenderoj Zotin për çdo ditë, për jetën, për kualitetin e jetës të cilin e kam. Çdo ditë jam bëgjyshe, çdo ditë i shoh nipin edhe mesin, ata më frymëzojnë shumë, edhe kështu që jeta vazhdon, nuk ka vakt, unë thom s'kam vakt me kajt, s'kam vakt me mendu. Tas një ditë më ka dalë gjumi, kur kam e vdekje dhe çka ka ndodhur me mua, se thash, vdekja nuk është problemi jem. Vdekja është problemi i dikujt tjetër. Ai vendos kur na kemi më shku, meqense se unë se di, pse unë duna me mendu në to. Çdo pacient që ne nuk mund t'i ndihmojmë me shkakton dhimbje është. Normalisht nuk mund të jesh ti rezistent nga gjendjet emocionale të të pacientëve pa shpresë dhe të familjarëve të pacientëve të pa shpresë. Dhe ajo që na preknive shumë kur është një pacient i pa shpresë. Momenti më i keq në jetë, por se me përmend atë kryesorin, ka qenë koha ime e burgut, ku kemi pas maltretime shumë të mëdha, mirë po një farë mënyre jo që po harrashin ato, se ato me harru s'munësh, me harru, po në rasti më i rani në jetë që Allahu pa të ekzekutu në kolonën e Kraljanit, dhe ai ka qenë momenti kur kemi marrë vesh, se kemi marrë vesh pas 2 muajve, por që fatkeqësisht ku fomas edhe shumë qytetarëve tanë, tash e 25 vjetë, nuk gjendet. Një aksident trafikut, një fëmijë 4 vjeçar dhe unë ishim fajtor, familjar, gjyshi ata, edhe pyetja tha, po a mundesh doktoresh, tha ti me punu, me operu, qysh kishe me bo fëmin tanë? Thash lutë mos më ofendo, unë gjithmonë e kam atë ndjenjë. Do të thotë në kirurgji ndjenja o gjithmonë si me qeni joti. Në kirurgji jepet maksimumi i mundshëm, por nuk do me thonë gjithmonë që kirurgjia gjithmonë del e suksesshme. Është lamia e tillë që
Herë jemi të kënaqur, herë nuk jemi. Nëse kishe përmend dy momente, njërin si më të lumturin e tjetrin si më të vështirin, cilat kishe me qenë ato? Më i lumturi, më i vështiri. Më i lumturi kur jam këtu në Kosovë. Edhe jam i përcaktuar me më bën ndryshime këtu këtë vendin tonë. Dhe më i pathyeshëm. Në vitin 2018, në periudhën më të lumtur të jetës time, kur jam zgjedh asistente e rregullt në Fakultet Mjekësisë, po atë vetë u diagnostikova me karcinom gjirit. Dhe ka qenë shumë sfiduese. Ka qenë sfiduese se fëmijët i kisha shumë të vegjël. Mandena si profesioniste e din që jo gjithmonë karcinoma shkojnë mirë. Mandena e din si mundet me qenë edhe fundi. Ka qenë shumë sfiduese deri në momentin kur mas kimjes tretë ka fillu me reagu dhe kam fillu me pa jetën edhe njërë me sy. Dhe falë mjakve, unë në atë kohë jam trajtu në Turqi, me thonë drejtën, dhe sfide madhe ka qenë me qenë fillimisht larg fëmijëve. Në vitin 99, me një pas luftës, prindi ndjeri pat një smundje të rëndë të mërfshikës urinare, edhe pastaj gjatë trajtimit ti me qenë se përfundoj keq, mbjetoj vetëm se 6 muaj, atëherë më lindi pasion që të marrë këtë dritim dhe të ndihmoj njerëzve sa më shumë. Duke pas parasysh se kisha atë një gjenjen e humbjes prindit ishte në moshë 3, 62 vjeçar. Motivimja ka motiv më të madh se sa kur del fëmijë për spitalit të përqafë. Unë mendoj që s'ka motiv. S'ka diçka më në rëndësi kur e pështon jetë. Edhe vetë tash kur flas është shumë emocionale kur i shet atë fëmijë që çdo ditë dalin të lumtur, buzëqeshun i kthehen jetës. Edhe krejt tu falendru ty si mjek që tu ka jep mundësia që me ndërhy me pështu jetën e fëmisë. Unë mendoj që na jemi njerëz me fat, na jemi njerëz privilegjuar. Është kjo prekse, çdo pyetje që realisht që e bën shumë prekse për shkak që ka të bëjë me anën emocionale. Ne nuk jemi vetëm kirurg, ne jemi edhe prind. Doktoresh, për fund, sa shpesh qante puna? Si person, njifem që qaj shpesh, për të puna nuk e di edhe besaj që edhe këtu shpesh, por jo që ma din opinioni ose kolegë ose publiku.